Bi 23 vite unë si kom punu rrektari i Evropës. Ditë e natë, pasha Allahin, kur visha në shpepi pune, u met ke buka në dhëmë si u marrë ke gjumin krevet të punu. Ka 24 orë kena punu në shi, në dimën të lidhë hekar. Kur dilësha në Düsseldorf, kom gjetë shqiptar të flejt në për korrika. Edhe kom marrë shqiptar për rrugë sad, për durve të mija kanë daljen bo shef. E kom marrë për rrugë, kom marrë me fjetë s'ka pas ku, të do shef si ja kom boletat me grue, me thmije, me krejt. Hitleri u konë të mërëna. Po në luftën e parë, është i përdorën nga Hitleri. Qëtu e kem një bunker, si kem investu koqa shumë, 1,20 m e ka murin trash. Për luftë ka i sigur? Po mirë se vinë, nashta inshallah nuk dhojnë ata raketa 5 milion me myti njeri. Që tje poshtë e kem edhe një bunker është i parapam. Inshallah se po zote kur, po është i parapam. Një ushtar me nejtë ato, 2 ushtar, një rrën këto, një rrën atan, shumë veni sigurt. Nuk besojnë komun Drenitës, kush si jep pasuni ma shumë se na. Po krejt pasunin e kem me njërës. Halal e kem 100%, qëra gjamija tje poshtë. Me djallagje e kom dërtu. Pejt e melin minare. 6 milioni euro vlera. Krejt kje vlen, vesh kje kullë që ka emnin e babës. Smajnë Arefi Bishi. Pa i shkretin nuk ka mujtë. Këtë pasunime pa se ka zdek e ri. 78.000 euro kom investu që këtë ven e kom dërtu për nanën e pa shpjeti Rahmet. Kemi ardhur në Kilin të epërme tek zotëri Aref i Bishajt, realisht tek familja e tij, një prej mërgjimtarëve ndoshta më të suksesshëm në komunën e Skenderajt, për me vizitua dhe me pa investimet marramendse të cilat ai është duke i bë vazhdimisht në fshatin e lindjes së tij, në vendlindjen e tij. Zotëri Bish, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se na keni ardhur. Mirë se ju gjetëm në vendlindje. Po besoj që është shumë kënaqësi me prit për ty musafir në vendlindje. Po normal se musafiri vjen vetë mirat t'i bjen, se sa në të keqe për musafirit s'ki kur jo. Zboshku me ty çdo herë edhe nusja, do të pandashëm. Na jem të padam, edhe jem shok, edhe dyte njëri tjetrin e respektojmë pa mas. Si kje mu si jone këta. Po bën përshtypje veshja, a veshni çdo herë njëjtë kështu sikur sot apo veç ka qelluar? Vallai gjithë. Do me thonë shumicën e rasteve. Shumicën e rasteve do me thonë vetëm kur shkojmë se veshën e bëjmë gjithë njëjtë. Si kje si jone. Interesant, edhe bashkimi interesant. Tropuje Drenicë rrallë herë kemi po. Vallai pa ka e nes, po bile kja nga ona Tropujes, nga vjen nusja, është një familje në Malsi Gjakovës, s'ka burra më të zëtë, janë shumë të mirë, edhe kje nga ona e nanës, ka edhe ata vllaznit Haklaj, si janë ka shumë nga ona e nanës i ka. E babës Syl Hasani, në Malsi Gjakovës, si burrin nuk ka pas, edhe s'ka me lekur ma. Vjen mirë për një bashkem të tillë. A lëvizim pak në përshëndetim, një fani me investimet që i keni bëha, që jeni të i bo këto? Po, që tu ja kem nisë, po dhe qune, tash po mbjem mu me thonë si ja kom nisë, tash në jam prindi i shpisë dhe, jam i zoti i shpisë dhe, është ma beti si që tu, e kem bon një investim, sa që kom kry para një audite e kom kry këtu, tash që tu janë dikon 12 garajda, janë për qunin, e vësër vetëm për familje tina, për një grue djale që i ka. Kati dytë, sa qitet kja ploqa këto qitet, edhe kati dytë vjen dikon 600 metra katror i ka vetëm një banes. 600 metra? 600 metra katror e ka luksuzë, dhe me thonë është një investim shumë i madhë. Besoj ofër milion që? Vallaj, besoj si edhe shkon. A mbi milion? Po krejt dhe sa në barohet atje nalt, shkon ma shumë se nasi edhe si kem investu të Gjermania, se unë e kam investu edhe në Kosovë. I kom pas dikon një micopa krelli, i kom pas, dhe i ka nalt i kom pas nara, edhe i kom pas 800 topa dele.
I kom investu në për bjeshk, atje në Kaçanek, të Zjadin Luma. Edhe a i ka këshyrë, e i kem da kinë gjatë bashkë. Do më thonë nuk o fitimi si kam fituar që në Gjermani, se kam fituar edhe në Kosovë. Do më thonë se... investime në të dy janë, edhe atje edhe... Jo kom dhonë shokëve një shansë të mirë, se edhe ata me fitu. Unë e kom fitu vetë, po për Zotin kanë fitu edhe ata, se do më thonë 800 copa dhenë, ato jenë konë dikon për 15 muj, jenë konë 1600 copa kinja, flasëm për 400.000, flasëm gjysë milioni euro vlera. Kanë fitu edhe ata, kanë fitu shumë. Pa ta një modi për burimit, shtu me tërviz në bajrë, shumë shok mire kom pas, ja pa ta bleja 160.000 euro dikon dele. Ja pa ta dhonë, bile ka një vla, ka një përkujtim zeken, nuk ka djallë më të mirë me tërvit. O shumë djallë, o shok i mirë. Do me thonë, krahas investimeve që i bënd për vete, ju mundohesh me ndihmu edhe tjerëve? Jo pak, po kom investu këtë shumë, se ta është pak me përmenu pak keq, po vetëm që të në mahallë teme, i kam 4 shtëpia një kache si o kom kry me paret mija. Ndim pa kur fare interesi. Thonë që kur jep edhe merë ma shumë? Po, kjo është 1/10. është 1/10 se kena investu, edhe se mu dhe shoqja jeme ka qenë si përmarsë në Gjermani, edhe ka pas salonin më shtrejtin në Evropë. E ka pas në Düsseldorf, e ka pas të Banhovi. Ka fitu edhe kje boll, po ka dhonë mundësin, edhe mjë një mund njerëziv, si kja si one. Po sa kom pas mundësi, ju kom një mund. Ketë si kom bo kërkojna. Tha që këto i ke lanë hapësirë për 12 garajda, për vetura. Po 12 garajda ka vend që të mu parkiru. Një shpi ka që madhe i dënë edhe një hapësirë ka që madhe për makina. Kje shpija kënena, kje shpija këtu, kje pjesa peri ato ujtë si vjen, e deri të qyshi shpis ato, është bunker. Bunker? Po, është bunker i shpis, ka 1,20 metër e ka murin figurit, edhe ka 20 cm e ka loqën e betonit. Do me thonë e ka edhe ka me 4 shtresa hekar, 4 maq. E ka 1 milion e ka, si e kena bo, po e kem bo për turshi, për ta na mos mu prish, po mos e bo zoti edhe me ndodh. Edhe me ndodh diçka, është një sen si... Ashtë e sigur, do me thonë nuk mundet me u shkatru let? Ja, veç me arë nëj bombe speciale, si vjen se për qëto që e gjurë me tenka me to, se qartë i gjumin. Se unë me ndërtim, po ne edhe vetë, që ta shpëtë si për shemë që ke stuba doke që i ka 4 fije, ke i ka 12 fije. Do me thonë shifet ato vetë çfar hekri përdorim në punime. Unë nuk shejpem punim. Se mos i ta maraj, ma nuk muna me shtime hekër ma shumë tepër. Po kështu, mas mirë ti pe bëj, po tash në Zotit nuk mundu mi ikë, po diçka ku të bëjsh ja punë mirë, ja mos e punë heq. Më doket që ka edhe maraklin madhe gurit, se po shoh që shumë punime me gur. Unë e du gurin, se nashta shumica e njerëziv nuk e din. Po guri përballon ma shumë se betoni. Edhe çfarë do nxehtësie si vjen, guri nuk më ne shkrin. Do me thonë, çfarë do nxehmje të vjen e grana time, guri nuk mundet me shkri. A betoni shkrihet. A guri, jo? E përshtaj du gurin. Edhe i bukur në shta. A për merë gurin, a ke investu shumë në gurë që pune ku e ke gjetë në këtë... Po valla e kom blenë, kështu në të klina, atë janë e kom ble gurin Glareu. Glareu, po. Po për zotin, mbi 150.000 euro kom ble guri. 150.000, veç gur? Veç gur. Veç gur kom ble 150.000 euro. Maraku. Po tash edhe ku që kanë tash edhe ke pjesa në albat me gur, veshat me gur krejt. Me gurit teq, veshat. Doj veshë, unë për vete e kom bo vetë, dikun i ka 20 cm i ka muri i gurit i ka, edhe shpia është krejt kati i parë, është me 3 mure,
Po thuaj se këtë shtëpia bunker në një Po, familje. do me thonë është vetëm puna e dritarëve, se shtëpia krejt e ka bunker, e ka tomë. The që do më shtëpia e djalit është 600 metrë katror. Pse ka që madhe? Po, pe masia nuk ka dëm diçka, po me lanë pak të vëcër, tash na i kem motrat, i kem bijat, e ato kur të vinë, ato vinë me 5-6 fëmijë, edhe motra ka venin e vetë, tash do ato atyne me menua për nipa, jo veç për vete. Edhe aty në mio po vendin, a? Po, që atje poshtë e kem edhe një bunker është. Edhe atje bunker? Po, bunker. Edhe ai me gurë, duke. Është i parapom, inshallah se po zote kur, po është i parapom, një ushtar me nejtë ato, 2 ushtar, një rrën këto, një rrën aton, është i parapom, me mbrojt njeri pronën e vetë, jo si bojmë kesh në ikun, se na jem vend tonin, po më se po zoti me ardhë, mirë se vjen. A vazhdojmë, të shojmë pak bunkerin për jo? Po. 2 ushtarë, se këto, ku më duket ato vrimat i fatë kanë. Po, i kanë vrimat të më tërlezit, i kanë, është i bom, dhe me thonë që ta ka ploqen, veç tash që tu kam ja bo shkallë, ta djemë kanë me bo, është shumë veni sigurt, për automatike për këto sene që bohat, është shumë i pam. Këtu mbrome këtu e kam një rejtare, si runë të shpia, me ra shihin këtu, po njerin e kam 24 orë. Me rujt? Po, si rrën roj, që i qunë i barë, si ke këtu rrën runë. Këtu i kem për traktora. Edhe këtu garaj, ha? Po, si kena bo për traktora, për këtu sene, për senet e shpis milion. Ta shpeshini vetë çfarë stupet betonit ka. Do me thonë është një sen i sigurët. S'po thojmë diçka, po deri në 8 shkallë tërmetit, besoj se 8-9 po. Po më intereson këtë të investime. Nusja që ka prit, a keni pos në i farë dilime, a me investu ka shumë në Kosovë, jo? Ndë të rega vetë kja. Ja, njeri ju ku ka mundësi me investu në vendlindje, është shumë më mirë se sa me investu jashtë. Dhe gjithmonë njeri ju për mirë mundohet, dhe investimet normal që të gjithmonë janë më mirë. A ke pas dëshirë më u këthy në Kosovë? Në një vend të tretë për ty, realisht, pas Gjermanisë edhe futbollit. Unë kur jam lidh me Arif Ibishin, i kom thonë ku të shkejshti edhe unë jam e ty. E kënë bojë fjallën? A dhe në trupojone? Perfekt. E poshtë atje një pajton dë vjetër edhe më boni për shtypje. Qa është historia ati, ku e ke mojë? Kjo është pajton 176 vjetë, është i vjetër. E kom bletë të kufini Hollandës, që atje e kom marrë për një plakit 98 vjeqar ka qenë kur më ka shit. I ka pas 500 kuaj, dë vet i ka pas, për i ka pas kuaj të poni. Për thmije, për këtu e ka pas ato. Edhe e dyta, kur kam hinë restorantina, i ka pas 80 ushtarë oficira i ka pas në muri. Të luftës 2 botërore i ka pas. Edhe vetëm 5 soreta nuk ka qenë. Nuk kanë qenë ty në soreti i Hitlerit, nuk ka qenë, edhe nuk ka qenë këta si i vrajtën Nimberg, si i varën e mytë vetën, ata soretat e ty në ka qenë, nuk kanë qenë në muri, edhe mashitja i Gjermani, pronari, tani mas 1 ore, mos je pruna kamionën e mura, qika e tina, erdhë, më tha lema, 3 herë ma shtrajt të paguj se sa ke ble. Edhe i bërtit i babës veta, dini ku na konë këj i cilës, o konë se kjo është i marun Komblenz. Komblenz, që e fabriki ka bo vetëm 7 pajtona. Ato e ka ble një Kosovar i Mitrovicës, në Komblenz e ka ble atë fabriken me 2 pajtona edhe fabriken komplet. O është ideali i Mitrovicës, dikun që atje ka të Dortmundi, e ka atë sallën e darsme se ka, si me ditë, si që ky
ka qenë kohën e dytë botërore që kanë përdorë për kuajle oficira Gjerman. Qysh e kom marrë vesh, a i këpa tonë se dhe Hitleri u konë të mërëna. A dhe Hitleri ka konë mërëna? Po, për mërëna të 176 vjeti ka. Edhe përse, më madhom dikush, s'po thamë kur gjavash, më madhom pare me thesi nuk e jeki. Dhe të rënë qëto. Edhe të kalëzë bukuria ati në mërëna qëfar... A vazhdojnë e këshyrën? Po, këshyrëm. Po e kena bolë qëtu si jenë të punu. Po, dhjetë që e në protest punime. Se na grupeqarët ku dhim këtu pa flija s'më i rrim. E ke voli asë i flija. Dhe dhjen këtë dhe të shikon, të kalëzën rregullimi tina. Po, do këtë që është i marun për njerëzit naltë. naltë. Për njerëzit naltë. Ka qenë luftën janë luftën e pare ka përdorë. Jo në falë, luftën e parë, jo në luftën e dytë. Po në luftën e parë, është i përdorë nga Hitleri. A dhe në të kërkoj falje, se në luftën e parë është. Po, së është i marun luftën e parë. Vazhdojmë? Vazhdojmë. Ka përna qëna për këtë shpi, se shpia a modës për dim ka... Po dalim me shku të bazenit, tash me kësyrë? Vazhdojmë të bazenit. Përveç këti, a ki edhe gjona tjera të vjetra, je marakli? Jem marakli, kam marrë me kam tana. A po rrëtë vitin e kohës në Kosovë, tash apo ke vendos me u të krejtë, në të? Për zotin, unë në Gjermani rri vesh 3 ditë 4, shkoj bëj menusën, shkoj bëjmë ka një kontrol të mjeki, që i kje mjek të në privat, edhe për e vim për Kosovë. Balkën punu ma, unë e kam hjek shumë. Fëmi kam dalë 15 vjetë, kam dalë, kam thy gurë me që keqë, për zotin kam punu, edhe për shtam kam e të smuja gurit. Me dasë gurin. Këtë the se kam pasport temin, i kam 13 vjetë taj boks, që kom ashtru në Gjermani. Me hek stresin është? Për hekum ka një stresin, se unë e kom mojt në diskotekën më të rëzëkshme në Gjermani, si u konë me rosë Gjermanë si e në konë, 13 vjetë e kom mojt. Sa kam qeni furt, e kom mojt, si e kom pa vetën si i bona 2 vjetë, edhe e kom lanë ma dhe si merë ma të sport ma. I furt për do këtë haloho? Po, si pas vjetëve si i kam mira. Këtu për do këtë bazeni? Po. Edhe në pomja ndej prekazi legendarë që ka simptom bërë? Po na prekazin i kem dojt babës. I kam dojt babës, i kam. Këtë bazen këtu e kom qumë në 5 metra në alësi. është edhe për dimen, edhe për verën. Henet nuk e kom kry dhejnë në barem, po si vjetë që tash me emër Zotit ta krym. E është 1 metër e 14 është i fellë. Këtu kejtë kje vlenë, vesh kje kullë që ka emnin e babës. Kulla Smajl? Smajl Arif i Bishi. Unë e kom pas emnin e babës, babgjyshit e kom. E kam emnin e babgjyshit, edhe kom shkrujt ato emnin e babës. Pa i shkretin nuk ka mujt. Këtë pasonime pas se ka vdek e ri, 22 vjetë, ka mytë zemra, ka mytë. S'ka pas mundësi me pa, po. Ke qenë në gurbet kur ka vdek? Kam qenë në Trogir, në Kroaci kam qenë të punu. Me gjithë vllakin a qenë. Sa vështirë u konë kur e ke marrë vesh për vdekje? Po, për zotin, dek ka marrë të shpia, ka qenë shumë vështirë. Se këto drenica dhe të din fort mija, se këta kanë qenë 4 vllazni. I mera Arifi si kënohen kongë të Ermehas. E kam miqë. I mera Arifi me Shaqir Baranin, që ka qenë kryetar në komunën Skanderajt, mbi 50 shtëpi shkje, që kanë qenë kralica, gusat i kanë mytë shqiptarë që të në Skanderaj. Që kanë ardhë ato në përmi Poljacë ku shkojnë ato në kralica. Migja jam me dorë dhe vete, krejt të shkje i ka përzonë për i Skanderajt. Si i ka hjek për i këtë ujtë. U konë një cërnakar që të në Skanderaj, çdo ditë i ka rrej ka 3 shqiptarë. I ka rrej ka 3 në ditje.
kafet pensionera. Nëse keni nej migja dikonin kohën e mëshme, këtu në komunë Skënderajt e din tonë. Migja jam ka orë për Gjermania, edhe ka rejtë qëtu, edhe ka përzon për Skënderaj. Edhe pe këtu ujtë ka shku në Gjermani, Rifat Jashari, sot është gjallë. Migja jam ka shku, ja ka rejtë 3 shkje si ka pas një banes për mi, si kanë lënë me flajt poshtë. U kom vllavi Bek Tërnafcit, dhonë Rio Ahmed Gucati, edhe Rifat Jashari. Qatë zullëm si kanë pas për tyne, as bukën si njeri se kanë hangër. E ka shku Kulshedra pe këtu ujtë, e tret i ka qunë spital, për zdek i ka lo, tret, edhe i ka hjek për jetë ujtë. E ky vend, baba jam, me 2 migjallarët e mi, me 6 orë kanë liftu me shije qëtu, 2 herë, në qëto troje, qëto. Këtë troje janë, qështë me thonë, me gjak mbrojtnjë. Sa shkave ka hangën në badin këto, si kanë armi marrë këto toka, në flanë kërës kemë. Po kërkosh për neve, kur njëtë se ka përmen. Edhe na i kemë mashkët, s'po du me thonë dishka, po në drenit, na i kemë mashkët shumë të mirë, na nuk merro me pasunit huj. Na nuk kemë zonë 1 gram tokë diku në Kosovë, po krejt pasunin e kemë me njërës. Halal. Halal e kemë 100%, qëra gjamija t'i poshtë. Me djalagje e kom dërtu, bashkë. Pejt të melin minare, gjamin atje. Shabaja Sharit atje gjamin, krejt e kom rregullu mrena. Thojnë nuk ka mirë me përmen. Në la ush, ja kom dhonë 11.000 euro për gjami. Qëto për dek nanës e të motrës. Këto jem parat maja. Po Allahi, është vesh të mashtu pasunin. Ajo që e tha më herët, 1/10. 1/10, 100%. Tash, hoxhallar thujnë ka njerë, ja nuk ka mirë me përmen, po nuk ka mirë se dikuna e kona, dikuna si e kona. Adin? Po njeri dohet me mësu gjithë konin me dhomë në dorë të vete. Unë për veti jam, ku ka për shemë 10 pasunik që a kemë këtu në Skënderajt, unë jam i pari për shemë si që asë 1.000 euro, 2.000, mi a dhonë nej njerit varfën si ka nevoj me bo nej biznis, mi a dhonë për shemë dhe ja pare 10.000 euro për një vetë. Po jo mi a dhonë pare me interes. Po mi a qelë një lokal në Skënderaj, mi a një mu, aj me punu, ku ti fito paret aj, ja u këthen gjinë o paret e veta, edhe 1.000 euro, ku të fiton aj, mi a dhonë qetrit njeri, me qelë edhe një biznes qeter. Me vazhdu si mi dhonë, unë ja fali, po ato paret dhe ti vazhdojnë, dhe ti adhojnë dikuna, se ma mire me shti dikonin me punu, se sa mi ja fali. Sa e me të falin ato t'i pele për mas, e ku t'i një mëjshti, me rëzëtëri, qëllë një lokal, punë për veti, ku të fitësh, theja që tërkujna, një mëj ti që tërkujna. A ditë se me vazhdu, se njeri ka nevoj pindime. A Halil Kastratit, vetëm djali migjës Muhameti, s'po thëmë kur gjove që ka dhonë masat pa pamet pare. Si ka një mu fukarave, ka maru shpija, ka maru tana. E na si familjar, jem bukdhënës. Nuk besojnë komunë Drenitës, kush si ja pasuni ma shumë se na, se familja jonë. Na i kem doktora, i kem polet në Londër, i kem djallin e migjës aeroplanin e Maravet, i Meribishi. E ka Vodafonin, e ka të vetin me 28 punëtor. Unë e di se këtu në për rrjeta po në shajnë. A dinë se puna e shtyne së në qdo ditë më thjerin po shaj njëre, po mu nuk më vje mërzi marullah, se kom bane këta. është njërë se jo të këtë fundë. Qëra e rukulli, qa ka bo atje? A jaroni kur ja ka nis me 2 punëtor, 3. Po sot jaroni ka 1.000 punëtor. E pësone me shku mi tha atina pse ke bote, jo mërë ati lumë pusha. Njeri si qohet me nxes, e punën, na do të me përkra. Dhe jo me këshyrë me mytë njerin si punën. O zhuna. Nja dhonë njeri drejtat e veta, vëlla. Ja dhonë hakun. Hakun e vëlla.